Eliona Binakaj është prekur nga fakti që Eduard Kuçi ka qeshur me Labinot Rexhen, teksa i tallej me banoren. Për këtë, është sqaruar Edi me Elionën, duke i thënë se e respekton dhe se ka qeshur me Labi më shumë me gjestet e tij. E jo se ai ka pasur të drejtë. Desha të kujtoj tokën e bukës, sepse je duke fluturuar, i tha Eliona atij. Kam për çka me fluturu. Me ty nuk kam pasur tendencë të keqe, bolleke. Me mua mos e tepro, se nuk ja askushi me më tregua gaboj unë, u acarua shpejt Edi. I njëjti ja ka përmendur edhe disa gjëra nga jashtë pasi siç duket janë takuar apo kanë biseduar me njëri tjetrin. Edi gjithashtu i tha se ka respekt për të për faktin se janë nga i njëjti vend. Situatat në shtëpi po ndryshojnë dhe banorët po vazhdojnë të kenë përplasje e diskutime për tema të ndryshme, me të cilat nuk pajtohen. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.